Tirana është kthyer në zemrën ekonomike të vendit, por bizneset e vogla po përballen me rritje taksash e penalitete të padrejta. Me vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 38 të datës 28/3/2024, Bashkia rriti taksat për 2025-ën, por gjobitje dhe për vitet 2023-2024 duke vepruar në mënyrë prapavepruese. Bizneset që kishin paguar në kohë u penalizuan me kamata për një taks të rritur për të cilën nuk ishin njoftuar as zyrtarisht nga Bashkia. Taksa parapaguhet në mars, por vendimi për rritjen e saj doli në prill, duke bërë që bizneset të ndëshkohen për një tarifë që nuk e njihnin. Juristi fiskal Florian Gjoka konfirmon raste konkrete penalitetesh të padrejta të bizneseve, sidomos për tarifën e pastrimit në Tiranë. Vendimi i Këshillit Bashkiak nr. 35 i datës 28/3/2024 nuk mund të kishte efekt para datës 8/4/2024, prandaj tarifat e pastrimit nuk duhet të zbatohej për bizneset në vitin 2024. Bizneset nuk janë njoftuar as nga ILBenia dhe as nga inspektorët. Disa mësuan për gjobën vetëm kur shkuan ta paguanin, duke shkaktuar paqartësi. Komisioni i apelimit në Bashki nuk ka funksionuar për vite. Është konstituuar vetëm në vitin 2024, por ende pa transparencë efektive edhe sot. Rruga tjetër është gjykata, por gjobat janë më të vogla se shpenzimet e një procesi gjyqësor që zgjat shumë dhe kërkon ankime formale. Ndëshkimi i bizneseve të rregullta dhe mungesa e konsultimeve minojnë besimin në institucione që duhet të nxisin e jo të penalizojnë.